Të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. Në studio jam së bashku me dy zonja që janë në shërbimin shëndetësor, pikërisht me zonjën Marieta Çela. Mirëmëngjes Marieta, mirë se keni ardhur. Marieta është specialiste e promocionit shëndetësor në Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë dhe zonjën Valmira Gjonaj nga kabineti i imazherisë në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Tema e bisedës sonë është një temë e prekshme, sa shëndetësore, as sociale, që ka të bëjë me një kuptim të drejtë të kontrollit shëndetësor dhe të parandalimit për kancerin e gjirit. Ju përgëzoj që keni ardhur në këtë mëngjes dhe e nisni punën në një farë mënyrë në studion e radios. Faleminderit për ftesën. Marieta, meqense se punon çdo ditë me promocionin shëndetësor, sa i rëndësishëm është informimi, sensibilizimi i një problemi të tillë? Së pari, ju falenderoj për ftesën, sepse për ne ju jeni një suport i fuqishëm. Jo vetëm në këtë muaj sensibilizimi që jemi pikërisht për këtë çështje të madhe që është kanceri i gjirit, por ne media ne kemi pasur gjithë një partner në aktivitetet tona sensibilizuese promocionale të tematikave të ndryshme. Për ndryshe nuk do të kuptonin funksionin ton publik, në shërbim të publikut. Edhe ne nuk do kishim mundësi të amplifikonim më shumë informacionin ton në një masë më të gjerë në komunitet, e cila bëhet fal jush mediave vizive dhe audiovizive njëkohësisht. Gjithmonë të mirëpritura. Faleminderit gjithashtu. Atëherë për sa i përket çështjes për cilën ne ndodhemi këtu, përse është e rëndësishme të bëhet sensibilizim. Mjafton thjesht ta përmblem me fjalën që më mirë është të parandalosh se sa të mjekosh. Kjo është ajo çka na motivon në punën tonë të përditshme, jo vetëm në këtë muaj, në këtë temë, por në të gjithë rutinën e punës tonë vjetore në departamentin e promocionit në Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë. Jemi në muajin e kancerit të gjirit, të parandalimit të kancerit të gjirit, pikërisht për shkak të disa treguesve që janë mjaft të rrezikshëm që tregojnë një incidencë të rritur të femrave të prekur me kancer gjiri. Ndaj është ndërmarrë një iniciativë nga Ministria e Shëndetësisë tashmë prej disa vitesh që të bëhet një fushatë e rëndësishme dhe e fortë, e fuqishme në komunitet, pikërisht për diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit në mënyrë parandalimin e rëndesës së kësaj situate te gratë. Përderisa sot institucionet shëndetësore i kanë logjistikat e mundshme për të bërë një diagnostikim të tillë të hershëm, atëherë pse jo? Dhe ndaj këtë vit është motoja e fuqishme, mos neglizhoni, vetëm gjysmore shpëton jetën tuaj. Në fakt çfarë vihet re, sepse ju organizoni veprimtari të ndryshme, keni kontakte, çfarë vihet re në kontakte që ju keni me gra të ndryshme, me komunitetin e grave në përgjithësi? Atëherë, fokusi jonë kryesisht janë gratë, por kjo nuk do të thotë që kanceri i gjirit nuk prek edhe meshkujt. Treguesit janë në një numër shumë të ulët, por ama e theksoj këtë gjë që informacionet të përcillet jo vetëm te gratë, masivisht te gratë, por e tërë komuniteti duhet ta marrë këtë informacion sepse kanceri i gjirit bën edhe një mashkull. Dhe kjo nuk është mërësi, është e ditur dhe evidentuar me fakte. Atëherë, jo më larg se dje ne ishim në një nga fasonerit e qytetit, pikërisht aty ku pjesa më e madhe e grave është lokalizuar për vetë profilin e punës që fasonerit kanë, për të bërë shpërndarjen e informacionit, për të sensibilizuar këtë shtres që punon në këtë lloj biznesesh, pikërisht për të drejtuar qendrave të diagnostikimit që janë që nga ekografia, sepse kjo e parandalon dhe e kap që në 6 muaj para se të shfaqet kanceri, apo më pas tek mamografia që bën një evidentim të gjendrës kancerogjene në gjendrën e gjirit që 2-3 vjet përpara. Ndaj dhe në kontaktet e përditshme të punës tonë, ne vëmë re që megjithse tek tuk do një fazë skepticizmi, hezitimi, ndrojtje, frike gjithashtu, për të mos u drejtuar se o babo ç'po model mua, ka nga ata të cilët dhe mbasi ne japim informacionin na ndalojnë, edhe na pyesin më konkretisht, sepse ndoshta kur ne i shpjegojmë faktorët e riskut, cilët janë predispozitat për të bërë kancer gjiri, ato e gjejnë veten. Një pjesëtar familje i cili ka pasur më parë kancer gjiri,
një lindje e vonët mas moshës 30 vjeçare, mos ushqyerja me gji, me menstruacionet të cilat të gratë ndalojnë mbi moshën 50-55 vjeçare, obeziteti, mungesa aktivitetit fizik, faktori genetik. Pra të gjitha këto janë faktor risku, të cilën duhet shërbejnë si një këmbën alarmi për çdo grua, e cila i dëgjon që këto janë shenjat dhe duhet realisht të drejtohet në qendrat e diagnostikimit, sepse vetëm gjyqësore shpëton jetën e tyre. Në fakt, këto kontakte ju japin edhe informacion. Patjetër, na japin informacion dhe më pas një satisfaksion kur ne shohim që ka interes dhe drejtohen dhe marrin, duan të dinë kontaktet, si funksionojnë qendrat e diagnostikimit, kur janë të hapura oraret e tyre, dhe realisht na japin një informacion të përgjithshëm për të parë se si është pritshmëria e njerëzve dhe qasja e tyre ndaj shërbimit shëndetësor. Dhe realisht rritja ajo që ne synojmë më shumë, të bëjmë një ndërgjegjësim komunitar, që personat i drejtohen institucioneve shëndetësore, jo vetëm kur të kanë shenja dhe kur të jenë të smur, po të shkojnë dhe të drejtohen tek ata, para se ata të ndjenjë që diçka nuk shkon në organizmin. Pra një edukat shëndetësore. Ne duam të instalojmë një edukat shëndetësore. Në këtë edukat shëndetësore ka një periodicitet që duhet ndjekur, për shembull, një herë në vit çdo grua është mirë që të bëjë një kontroll të tillë. Jo, më kot është edhe së fundmi check-up-i famshëm, të themi, okay, për personat e moshës 45 dhe lart, atëherë ato do të drejtohen të bëjnë check-up-in në qendra shëndetësore. Më pas, çdo njeri ka atë kalendarin e vet, i cili mendon që më duket se check-upi nuk e ka mamografin. Check-upi nuk e ka mamografin, ka ekzaminime të tjera, por lidhur me edukatën shëndetësore që ne po flasim. Natyrisht, po. Që shteti po mundohet që këtë edukatë shëndetësore ta stimuloj duke ofruar shërbime të tjera falas, për t'ju dhënë një vedije, për të ngritur një vedije komunitare, që drejtoni sepse merrni 2, 3, 4 shërbime falas pa kohë dhe ndërkohë parandaloni. Lidhur me mamografin apo me çështje të tjera të edukatës shëndetësore, çdo njeri sa më i tjetë informacioni, sa më i fuqishëm tjetë sensibilizimi në çdo lloj mënyre, fal jush, fal punës tonë, fal institucioneve të tjera që operojnë në zonë, aq më mirë, sepse do bëjmë një rritje të ndërgjegjësimit komunitar për t'u drejtuar qendrave diagnostikuese, jo vetëm në kohë fushatash. Dhe kjo është ajo çka ne theksojmë. Tash i rekomandojmë të shkojnë sepse është falas diagnostikimi. Por ama kjo nuk do të thotë që mbaroi tetori dhe ju kthehuni rehat në shtëpi tuaj sepse nuk keni risk për të bërë kancer gjiri. Synojmë që informacioni të mbahet mend dhe të jetë i fuqishëm jo vetëm në fushata, ama që njeriu pikërisht të krijojë atë edukatën shëndetësore për të drejtuar te stomatologu, te mjeku i familjes, te mjeku specialist sipas rekomandimit më parë. Shumë qartë, ndërkohë që institucioni i drejtorisë rajonale të shëndetit ka një sektor të fuqishëm promocioni shëndetësor, pikërisht le të kalojmë aty ku preket me dorë problemi, tek reparti ose kabineti i imazherisë në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Valmir, jeni ju dhe stafi juaj që çdo ditë shikon fytyra konkrete grash. Çfarë vjet re? Si i takoni ju, si vinë? Domethënë, ka një vullnet të shprehur masivisht për të bërë këtë kontroll? Atëherë, kontakti i parë që ne kena me gratë, ajo që vim re është friga tyne. Thënë, vullneti tyne është me ardhë, vinë, por ideja është që në kontaktin e parë kena vetëm frikë. Friga tyne është që ne do të bëjmë një ekzaminim, një mamografi, edhe ideja e krijuar tek këto është që ne do të na dalin diçka. Në fakt nuk është e vërtetë, se ti bën një ekzaminim, nuk do të thotë që ta bësh atë ekzaminim, do të thotë që do të dalin diçka e keqe. Kjo është ideja që nuk mundën marrë në ushta stepën që të vinë dhe të ekzaminohen. Se të kenë se kanë një gjohen shumë, informohen në ushta, nga herë kjo informim nuk ju bën edhe aq mirë, sepse nuk arrin me e kuptu mirë. Edhe ideja ty në është që kjo është diçka e keqe, edhe do në anu diçka e keqe. Në qo se një nuk arrim me u ekzaminu, në ushta shpëtojmë. Po në fakt nuk është e vërtet. Është e kundërta. Është e kundërta. Në qo se nuk vijet me u ekzaminu dhe ti nuk i del për para, ekzaminimi që të ekzaminohesh edhe ta kapësh në hapat e para një smundje, nuk e si ta ndalosh. Në fakt, do të desha të bëja një pyetje. Personeli shëndetësor që shërben brenda spitalit,
Janë të parët që vinë, apo edhe ato neglizhojnë? Të parët ka, por edhe ato janë pak që stepen. Do më thënë, frika, ekziston, po them gjithmonë është kjo frika. Ndoshta është ideja që ju themi tjerëve që të vinë, më shumë hapim edhe ne këtë promocionin edhe në staf mjekësor, por për vete ngurrojnë. Por gjithsesi këtë muaj të bëllë promocione, të folë edhe gjithmonë më shumë marrin shtysë edhe ata shkas që të vinë. Nuk vinë vetëm, vinë bashkë me tjera. Po, është diçka e bukur. Po, me edhe kjo gjë më pëlqen. Si e shef e curin e këtij problemi tek ardhja në kabinetin e imazherisë në vite? Nuk e di se sa kohë ju keni aty, vajzë re. Po, por e shoh në rritje gjithmonë. Në fillimet e mia ka pas krejt pak. Kur të shtemi kalimin e viteve isha që rritet më shumë. Numri grave që vinë me ekzaminu, numri grave që kanë qef që të kontrollohen për veten e tyre. Disa po vazhdojnë që ta kenë kulturë si thoshte Zoja, e kanë kriju në veten e tyre. Ka një datë caktuar, datë, muaj, tetor, që kujtohen edhe nisën ne do të bëjmë mamografin. Edhe kaq, do ta kryj. Ka gra që vazhdojnë edhe flasin vetë, që thotë unë e kam kryer, jam shumë mirë, japin shtysë edhe gra tjera që janë aty. Që ta realizoj. Natyrisht për të patur një problem duhet të shkosh tek mjeku ose të bësh një ekzaminim apo analizë. Po kur nuk ke një problem, ndoshta nuk është ideja që kjo është ajo që neve në psikologjinë tonë për fat të keq është mungesa e edukatës shëndetësore. Unë ju them shpesh jemi koshint ju e thatë për personelin shëndetësor, kur e bën personeli vet një gjë e tillë, imagjino se të shpret nga masa tjetër. Gjithmonë edhe grave nuk duhet të themi që duhet të kemi se s'bën ndryshime ose duhet të kemi dhimbje në gjoks që un kam probleme. Nganjëherë nuk ka ndryshime, nuk ka dhimbje. Ndryshimet mund të jenë krejt vogla, sa disa gra që nuk bëjnë vetë kontrollin që unë ju them gjithmonë, nuk arrin me dallu ndryshimet që i kanë në trup tyne. Edhe mund të konstatohen vetëm nëse vinë një herë rastësisht bëjnë mamografi. Pra, unë ju them gjithmonë, nuk është të thënë që ti duhet vish të ekzaminohesh vetëm se ke dhimbje, vetëm se ke ndryshime. Ajo mund të shfaqet edhe pa këto. Dhimbje ose ndryshime, është si fshehur. Cilat janë ato sinjale të vogla që duhet të bën kujdes gratë? Përmendi Zoja pak më përpara disa faktorë të riskut, por unë po i përmendi pak nga që jam e përditshme me to, janë ndryshime shumë të vogla që nollin në gjë. Domethënë një grup nëse vazhdon gjithmonë të vetë kontrollohet, vetë kontrolli i përmojshëm që i thojmë ne, që mund ta bëjnë gruaja vet, nëse ajo fiton kulturën dhe njeh mirë trupin e vet, një ndryshim vogël mund ta vinë re. Momentin që vjen një ndryshim vogël, për shembull është skuqja e xhirit. Është problem. Mund të jetë një inflamacion, mastit, diçka e tillë, por është problem. Mund dalloj një gjendër. Gjendrat jo gjithmonë mund të jenë problematike, por që duhet mu konsultu. Mund të jenë ndryshimi i majeve të ndryshme, mund të jetë ka lloje të ndryshme, për shembull ndryshimi i formës së xhirit. Gratë mundën me arrit shumë çka nuk është normale. Diçka që nuk shkon në trupin tënd, që e shef ndryshe nga herët e tjera. Kto janë ndryshimet e dukshme ama, në qoftë se një grua realisht konstaton një ndryshim të tillë tek gjinët e saj, patjetër që diçka do të reagojë, do diskutojmë me familjarë, do diskutojmë me shoqërinë. Puna është të kapim ato faktor risku që nuk duken. Të thonë kapim ato faktor risku që të çojnë në kancer, që kanë predispozë. Kjo është më e frikshme, le këto japim mesazhin. Po jo, edhe me fletush. Që ka dhe gratë se edhe pse shohin që kanë ndryshime, nuk reagojnë. Kjo është më e rrezikshme. Nuk reagoj. Një fazë jo fillestare. E neglizhojnë atë, e lënë mësdore, nuk e kuptoj, nuk e rri, ta kuptoj, kam pas punë. Është gjithmonë ke ideja kam pas punë. Është diçka që nuk shkon edhe është e dukshme, është diçka dukshme që e shoh unë, e shoh edhe e shef domethënë, edhe thonë që nuk është problem, unë nuk dhem, nuk kam dhimbje. Në fakt është problem shumë i madh. E për shkak të frikës e bën, si kanë reaguar kur i keni thënë se nuk keni ardhur në qendër? Ne kur e shohim, nuk i themi që ke problem direkt. Jo, puna është po pse? Pikërisht pse nuk e drejtuar në qendër? Kjo duhet të kam pas problem. Nuk më ka shkaktuar. Pra çdo gjë lidhet me një lloj frike, por edhe me kulturën shëndetësore që duhet të jetë në bazë të çdo marrëdhënie që ka njeriu me trupin e vet, me shëndetin, me kërkesën që ai ka ditë pas dite për të shërbyer një trupi të shëndetshëm dhe për të kontrolluar hap pas hapi çdo gjë që lidhet. Që ne theksojmë, pikëparë është vetëm vetë kontrolli i grave të gjinit. Vetë kontrolli është gjë. Kapja në kohë
ose si thua ky kontroll periodik qoftë edhe pa probleme, çfarë avantazhesh jep? Parandalimin. Avantazhin kryesor të cilën e synojmë është parandalimi. Duam të parandalojmë. Po nëse kapet në kohën krejt fillestare, çfarë surie ka pozitive andje? Atëherë, prognozë pozitive. Kapet në fazat e para, realizohen trajtime diagnostikime dhe trajtime të ndryshme. Ne kena stafi mjekësor që përkujdesen në këtë rast, si mjek radiolog, mjekë onkologe, kirurg, domethënë tanë janë që merren me këtë punë. Vazhdojnë mrapa biopsie, çdo gjë që dalin, pas biopsisë përcaktohet se çfarë trajtimi, çfarë trajnimi duhet me marrë zoja. Nëse ka hapat e para, aq më mirë është për stafi mjekësor, sidomos edhe për zonjën fjalë, sepse ajo është kryesisht për të, ajo është qëllimi. Qëllimi jonë është që ta kapim fazat e para, sepse mundën me shpëtu dhe mundën me parandalu. Dhe natyrisht padën emra se nuk e interesojnë publikut, ju mund të përmendni edhe shembuj të ecurisë që të kapjes në çastet më fillestare. Unë i kam konkret dhe i takoj për ditë. Domethënë zonja që i kanë kapur në fazat e para, janë diagnostiku, kanë marrë trajtimin e duhur, kanë vazhduar jetën e tyre normale. Vazhdojnë vinë për kontrolle rutinë, nuk i neglizhojmë në mënyrë absolute, dhe janë shumë mirë. Domethënë e kujtojnë atë kohën që kanë marrë trajnimin, por vazhdojnë të rikthejnë jetën tyre normale si më përpara. Valmir, meqense je në kontakt të drejt për drejt me këto gra që i drejtohen qendrës së diagnostikimit ose kabinetit të imazherisë, i cili është kontakti i parë i kontrollit, apo jo? Si vinë këto gra? Vinë nga rruga, vinë me rekomandim, vinë me një dokumentacion, paguajnë diçka, apo jo, të lutem me sqaro sepse ka rëndësi për publikun. Është rëndësishme shumë. Siç e tha edhe Zoja në sajt promocionin që bëhet, të muajit tetor. Po, Marita. Në sajt kësaj, domethënë të kenë edhe muaji tetor është muaji i kancerit gjirit, çdo gjë është falas. Domethënë nuk kanë nevojë as të marrë rekomandim të mjeku i lagjës, as të regjistron, ose sidomos të paguajnë asnjë gjë. Kështu që vinë, thjesht dëshira e tyre për më ardh me u kontrollu. Vetëm kaq mjafton. Vinë paraqiten në Spitalin Rajonal Shkodër. Edhe kabineti i imazherisë ku ndodhet? Në katë parë, direkt. Nga cila orë dhe në cilën orë ne fillojmë mëngjes gjithmonë në orën 8, si fillojmë punën derisa zgjasin. Në vazhdojnë nga cikli grave që kanë ardhur, gjithmonë mundohna me i kry, me ja dalin kohë, nëse s'mundena vazhdojmë lajm datat e caktuara për gratë që dojnë më ardh. Mund të shtoj diçka këto? Po, atëherë nuk e di se sa Valmira është në dieni. Mund të vazhdojmë një urdhëresë, është një urdhëresë pikërisht për këtë muaj nga Ministria e Shëndetësisë, e cila urdhëron institucione shëndetësore aty ku janë të lokalizuara mamografit, që është dhe poliklinika, jo vetëm në spital, theksojmë që kemi dhe mamografi që unë punoj në spital. Jo, s'ka gjë, po informacionin ta japim që të drejtë janë 2 qendra diagnostik për fat të mirë në Shkodër, janë 2 mamografi, gjë që në shumë qytete nuk është. Dhe ky është fat për Shkodrën. Atëherë, në bazë të kësaj urdhërese, urdhërohen qendrat e diagnostikimit me mamografi të qëndrojnë hapur nga ona në të premten, nga ora 8 e mëngjesit deri në 6 të mbasdites. Ndërsa në ditën e shtunë aplikohet një orar tjetër, që është nga ora 8 deri në orën 2. Prandaj njerëzit duhet i krijohen gjitha këto hapësira të mundshme. Janë 2 mamografi, janë kaq orare të gjata pikërisht për atë fluks grash që ndoshta punojnë pas orës 4 dhe nuk munden, dhe ndoshta nxjerrin dhe si argument që unë nuk mundem sepse unë punoj deri në 4 gjys. Punë zakonisht vinë gjatë kohës. Shteti jam mundëson në këtë rast sepse pronari një herë të lë, një herë të lë. Duhet i kemi parasysh dhe këto gjëra. Ndaj shteti ofron që deri në orën 6 pas dreke mundesh të shkosh dhe të bësh diagnostikime. Ju keni qenë tek ne këto punë fabrika në fasonerive dhe realisht ato kur marrin vesh këto orare që aplikohen shoh në tek ta sepse një impakt të parë arrin ta kapësh edhe me komunikim. Nuk shef dhe nuk pretendon të gjesh broritje apo duar të ngritur larg nga gëzimi, por ama një impakt të parë e shef ai që ka interes edhe në mënyrë jo verbale ta shpreh që do shkoj, do bëj. Dhe përveç kësaj ndihmojnë shumë dhe fletushkat e promocionit që ne bëjmë në formatin e flet palosjes, apo të broshurave, apo të fletëve volantive të cilët çojmë në institucione, pikërisht aty ku janë pjesa më e madhe grave, që gruaja vet edhe nëse në mënyrë
ku diun të pavetëdijshme bën indiferente ndaj informacionit shëndetësor. Kur ti ja la të fletën, e merr atë. Do të jesh i sigurt që në momentin që ajo do bëj pushimin e drekës, do pi një kafe me shoqë, do ta lexoj. Dhe në momentin që do lexoj, do ta ndaj ndoshta me një apo me dy. Dhe në momentin që do kuptoj që ndoshta rrezikon për shkak të atyre faktorëve të rrezikut, që ajo shef që kanë predispozita gratë për të bërë kancergjiri, asaj me patjetër nuk mund të bëjë indiferentën me shëndetin e saj. Ju merreni me promocionin, por me qenë se ky është një problem shëndetësor, social, por edhe një problem i familjes. Shumë rëndësishëm. Keni menduar që këtë promocion ta drejtoni edhe tek gjinia tjetër, sepse në qoftë se në familje ekziston një kuptim i drejtë edhe nga ana e burrave, bashkëshortëve, familjarëve, do të krijojë një klim nxitse për ta bërë këtë kontroll. Është e vërtet. Fokusi jon primar janë gratë, sepse incidenca tregon që kanceri i gjirit sot është pikërisht progresive dhe realisht në tendencë rritje te gratë. Tham që burrat bëjnë dhe ata një sasi e vogël, bëjnë kancer gjiri. Burrat janë shumë problem. Janë ama. Dalën problem. Unë kam bërë. Kjo është e vërtet, ju e dini më mirë në rastet praktike tuaja. Ama sensibilizimi pikërisht, jo më kot ju falenderova që në hyrje të bisedës sonë, sepse neve fokusohemi më së shumti aty ku gratë janë më të lokalizuara, por ama shfrytëzojmë çdo mënyrë informimi të komunitetit, burrin, vjerën, nënën, djalin, vllajin, motrën për ta dhënë këtë informacion në mënyrë që të shtrihet në familjet e tyre kjo informacion. Të shtrihet në familjen e tyre. Familjar. Qendrat shëndetësore. Ne shfrytëzojmë shumë dhe qendrat shëndetësore, aty ku familjarët drejtohen për të marrë shërbim shëndetësor, por edhe informacion shëndetësor. Dhe në këtë moment ne ndoshta kapim aty ku janë dhe jemi të fokusuar, atëherë kapim çiftin që vjen për të shoqëruar prindin, nënën, bashkëshorten, ku ta diun se çfarë, dhe japim këtë informacion, me ju e shfrytëzojmë këtë lloj mundësie, sepse nuk është se kemi qendra organizimi familjesh që të duash të shkosh të kapësh familjen si bërtham në një qendër të mbledhur. Ama mënyra që ne përdorim është pikërisht kjo, për këtë qëllim, që të japim informacionin për ta parandaluar dhe pikërisht për të parë të suportin familjar. Valmira, ndërkohë tha që kemi trajtuar edhe gjinin mashkullore. Po. Këto janë të frikshëm realisht. Për mua ka qenë një herë një rast i parë që ishte shumë nuk di të veprosha. I papritur. Po, se nuk isha mësu. Isha mësu vetëm me gra. Kisha një gjuhë mbas njohurive të mia që ka po dhe mashkujt, por është problemi kryesor. Domethënë nëse për mashkulli ka një problem, është një problem shumë mallor. Gratë mund ta kenë probleme të ndryshme, mund të fillojnë nga gjëra të vogla, fillojnë në batë dhe me mallore, kurse të mashkujt është shumë problematik. Unë kam pas disa raste dhe rastet gjithmonë kanë dalë problematike te mashkulli. Nuk e di, por kjo mund vinë edhe për shkak problemeve të ndryshme, nuk është se fillon si rezultat vetëm në gjë. Ka dhe kontrole të tjera. Ka shkaqe që shfaqen aty, ka shkaqe të tjera që përhapet në gjë dhe jep direkt shenjën kryesore në gjë, pavarësisht se ai si problem mund të shfash në vend tjetër. Normal. Ajo është problem pasaj që trajtohet nga ana mjekësore dhe një mjek onkolog e trajton më së miri, por ajo çka është kanceri i gjirit, Valmira më së miri mund ta thotë që është një degenerim i qelizave mamare, të cilat hapen dhe shumëfishohen dhe janë pikërisht rrugët e gjakut dhe rrugët limfatike, ato që ndoshta e bëjnë që këto qeliza kancerogjene të instalohen dhe në organe të tjera dhe të jetë problemi më kur bëhen përhapen është problem. Në fakt, Valmir ti punon, siç e tham, disa herë punon çdo ditë. Në këto momente që ti je në studion e radios, unë kam shumë gra që më presin. Duhet t'ju kërkojmë të falur. Patjetër, pavarësisht se unë kam lënë një kolegen time që po kujdeset ndoshta për momentin, por gjithsesi duhet të ndihmoj sa jeme. Në një farë mënyrë, cili është numri i grave që vinë gjatë një dite në qendrën diagnostikuese ose kabinetin e imazherisë në spitalin për vetëm spital, por kam vërej që ka, si jam kontakt edhe me gra që vinë nga poliklinika, ka shumë. Ne mund të kena 20 raste në ditë ose edhe më shumë. Çdo ditë shkojnë edhe shtohet numri. Gjithashtu është një njëjtë gjë edhe te poliklinika. Dhe varet se cilin kanë më afër, poliklinika apo spitali, dhe ashtu shkoj. Ky është tregues i bukur, ama ky është një tregues i mirë dhe kjo tregon që sensibilizimi po funksionon.
Në fakt në qoftë se bëhet fjalë për shtresa sociale, mund të më thoni janë gra intelektuale, gra shtëpiake, punëtore. Do flas shumë me rrethe. Vinë ato që janë më shumë me rrethe, vinë edhe gratë në Shkodër. Do të bëj çefi që këtë vit me sa kam vurë unë janë shumë të rretheve. Pra nga zonat rurale. Po. Vinë me njëra tjetër, nuk vinë vetëm, vinë shoqënume, kanë bërë një herën tjetër marrin edhe një shoqe, një kushërin tyne, diçka, do të thënë familjare që janë, vinë gjitha bashkë. Përgjigja kur jepet? Direkt marrë në dite. Direkt brenda dite. Më thashë jena një staf mjekësor i kompletuar, kështu që duhet të presë një orë, 2 apo? Jo. Thjesht realizimi i mamografisë, që është një procedurë e thjeshtë, dhe këtë duhet ta theksojmë se ka shumë gra që nuk e dinë se si funksionon. Nuk është një procedurë e rëndë, është një procedurë e thjeshtë që zgjat disa minuta. Pas realizimit të mamografisë, merret filmat e mamografisë dhe lexohen te mjeku tjetër radiolog. Mund të shtoj diçka këtu, pikërisht me qenë se jemi në momentet e fundit dhe të bëjmë thirrjet e fundit. Po, natyrisht. Atëherë duhet kem parasysh që qendrave të mamografive duhet i drejtohen ato gratë të cilët janë një javë as 3-4 ditë që kanë mbaruar ciklin menstrual. Sepse mund të shkaktojnë dhimbje më shumë. Pikërisht. Ndërkohë të kenë një veshje komode, të mos ndjehen në siklet në momentin që shkojnë, që të jenë me pantallona, me bluzë në mënyrë që veshin në shtatë. Në përveshje, një bluzë për sipër. E gjithsesi kena marr edhe masat për punë, kena veshin e përshtatshme në kabinet që mund veshin në mund të mos njihen siklet. Se ka gra që njihen siklet, por e kanë edhe një veshje të tillë, aq sa kena kushtet një veshje të tillë. Plus që dhe mamografia, me sa informacion kam unë, rekomandohet bëhet një herë në 2 vjet, apo jo? Një herë në 2 vjet rekomandohet për gra që nuk shfaqin probleme, që janë të pastra, që i thonë ne. Ekografia. Po ekografia është komplementare mamografisë. Për ekografi mund ta bëjnë zakonisht vajzat e reja që mund të kenë një problem ose dojnë me hek një marak tyne, mund ta realizojnë ekografinë sa herë do. Sepse diagnostikon 6 muaj përpara kancerin e gjirit, sepse është një ekzaminim me ultrasound dhe nuk ka asnjë problem rrezatime gjëra. Mund ta bëjnë sa herë do. Sepse është shumë komod, sepse gjën kudo, kështu që mamografia rekomandohet një herë në vit për gra që mund të kenë probleme ose shfaqin ndonjë shenjë problematike të vogël, kurse për gra që janë të pastra, nuk kanë probleme, nuk shfaqin asnjë gjë, rekomandohet një herë në 2 vjet. Ikon mund ta bëjnë sa herë dojnë, nuk ka shfaq probleme asgjë. Pra, asgjë vështirë. Përkundrazi, një vullnet për të mbërritur në qendrën diagnostikuese, në kabinetet e imazherisë, të cilët në Shkodër janë 2, në poliklinikën e qytetit, që është në qendër të qytetit, dhe në spitalin rajonal të Shkodrës, aty ku njerëzit mund ta kenë më afër nga shtëpitë. Asgjë ka rrallë? I gjehet mënyra, ne jena në punë, kështu që pra është një punë intensive. Është normale. Po është edhe mirë që të ketë rrallë, sepse njerëzit kërkojnë të bëjnë këtë dhe numri nuk do të friksohen gratë se kanë rrallë. Kjo ideja që ka rrallë nuk do të shkojnë, nuk do të friksohen. Kjo ide mbas edhe të nxit, sepse je bashkë me shoqe që kërkon ta bësh këtë dhe keni një mendim. Por mbi të gjitha duke pas parasysh se për çfarë po shkon, ajo radhja vlen ta presësh. Natyrisht. Kështu që nuk është kjo justifikimi që se duhet nxjerrë radhë. Është ideja që nuk pres, nuk është thjesht një vullnet për të kontrolluar trupin tënd që i shërben në radhë të parë vetes, por edhe familjes, fëmijëve, bashkëshortit. Gruaja është qendra e familjes. Gruaja është ka në dorë botën e saj, por edhe të tjerëve. Apo jo, dhe të kujdesesh për veten, të kujdesesh për të gjithë njerëzit, të japësh atyre mesazhet e një jete të shëndetshme, e një jete të kontrolluar është diçka shumë e bukur. Dhe kur të jepet kjo mundësi, falas, nuk ka asnjë vështirësi. Nuk duhet të kesh asnjë lloj frike, sepse është një diagnostikim krejt i thjeshtë. Apo jo? Absolutisht. Edhe krejt komod. Absolutisht. Absolutisht. S'ka asnjë gjë vështirë për mendimin tim. Janë mesazhe shumë humane, mesazhe shumë nxitse do thosha, dhe shumë të shëndetshme. Të nderuar dëgjues,
unë besoj që valët e radios, por edhe me qenë se jemi edhe në Facebook, në faqen ton live Radio Shkodra, shoh që në këto momente që nga fillimi i programit kemi shumë ndjekës, madje dhe komentues që na përshëndesin. Ti falenderojmë të gjithë, por në radhë parë dua t'ju falenderoj pjesëmarrëset e studios sime, zonjën Marieta Çela, specialiste e promocionit të shëndetit në Drejtorinë Rajonale të Shëndetit këtu në Shkodër, dhe Valmira Gjona, specialiste në kabinetin e imazherisë në njërën prej 2 qendrave në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Ju uroj punë të mbar, kaq të bukur që keni, sepse siç edhe gjatë bisedës dua t'ju komplimentoj për mesazhet shumë njerëzore dhe për çiltërsinë dhe afërsinë që ju krijoni, qoftë në këtë komunikim, por jam e bindur që edhe me